Krishterët nuk besojnë në tre zota. Kjo quhet triteizëm dhe ne e refuzojmë atë koncept. Biblia na mëson për një qenie hyjnore, Jahve, që ekziston përjetë si tre persona, Ati, Biri ose fjala e tij dhe fryma e shenjtë. Çka është Zoti? Një qenie. Kush është Zoti? Ati, Biri dhe fryma. Çka dhe kush nuk janë e njëjta kategori. Matematik përdor numra për me numëru gjërat e ndara. 1 + 1 + 1 supozon 3 qenie të ndara. Po ne nuk besojmë kështu. Edhe nëse je musliman, mendo pak kështu, na shtat një më. Islami e refuzon krahasimin e Zotit me krijesat. Matematika është diçka e krijuar. Pra, me reduktu Zotin në një formulë matematike nuk është veç argumenti dopt, por shkon kundër vetë standardëve të Islamit për madhështinë dhe transcendencën e Zotit. Kundërshtoj e trenin sa dush, veç mos përdor argumentat dopta, ju lutem.